Shikues të ABC News, ju përshëndes të gjithëve, unë jam Fabela Hoxha, kjo është Newsar, nisi me njëherë me lajmet në gjykatën e posaçme, nisi me shtyrje procesi gjyqësor për Sali Berishën në dhëndrin e tij dhe Treto Panderit të tjerë për privatizimin e ish kompleksit Partizani. Berisha nuk është paraqitur në seancën e parë të gjyqit me pretendimin se nuk ishte njoftuar. Kryesuesja e treshes gjykuese Elsa Ulliri, kushëri e deputetës së Partisë Demokratike, ka paraqitur dorëheqjen për shkak të konfliktit të interesit, por pritet vendimi i kreut të gjykatës Erion Bani, ndërsa seanca u shty për më 21 korrik. Seanca e parë në themel në gjykatën e posaçme për dosjen e privatizimit të ish kompleksit Partizani nuk u zhvillua pasi ish kryeministri Sali Berisha, i marri pandehur për korrupsion, nuk ishte njoftuar sipas ligjit, si dhe një nga kompanitë e sekuestruara nga SPAK nuk kishte përfaqësues në seancën e së hënës. Berisha nuk ishte i pranishëm dhe përfaqësohej nga avokatët e tij mbrojtës, ndërsa gjykata relatoi se punonjësit e policisë kanë dorëzuar fletëthirje në banesën e Berishës për seancën që do zhvillohej ditën e hënë dhe ajo u firmos nga dhëndritija Marbër Maltezi. Por ky i fundit i tha gjykatës se nuk kishte mundësi të vinte në dieni Berishën për marrjen e kësaj fletëthirje. Edhe avokatët e Berishës pretenduan se nuk kishin patur komunikime së fundmi me klientin e tyre dhe nuk kishin dieni nëse ai ishte njoftuar apo jo për seancën e së hënës. Nga ana tjetër në gjykatë ishte i pranishëm janë Marbër Maltezi dhe Xhimi Begeja, ndërsa biznesmeni Fatmir Bektashi dhe Andja Postina u përfaqësuan nga avokatët e tyre mbrojtës. Dhëndri i kryeministit Berisha janë Marbër Maltezi u paraqit më herët në gjykatë, pasi ka kërkuar zvendësim të masës sigurisë, arrest në shtëpi, ku po mbahet i izoluar për më shumë se një vit. Edhe kjo seancë nuk u zhvillua pasi kryesuesja e trupit gjykues Elsa Ulliri ka dorëzuar kërkesë për dorëheqje nga procesi me pretendimin se është në kushtet e konfliktit të interesit, pasi ka kushërir deputetin e Partisë Demokratike, Andja Ulliri. Tashmë në seancën e radhës që do të mbahet më 21 korrik në orën 10:30, ditë kur Berisha do duhet të paraqitet në prokurori në zbatim të masës detyrim paraqitje, gjykata e posaçme do të marrë vendimin nëse kërkesa e gjyqtares Ulliri do të pranohet apo jo. Kjo vendimarrje do të merret nga drejtuesi i gjykatës së posaçme, Erion Bani. Kreu i Komisionit të Prokurimit Publik është dërguar si pandehur në gjykatë për shkelje të barazisë në tendera dhe shpërdorim detyre për Jonaid Myzyren. Gjykata e posaçme ka vendosur masën e sigurisë detyrim paraqitje si edhe pezullim nga detyra. Kreu i Komisionit të Prokurimeve Publike, Jonaid Myzyra, është marri pandehur dhe në të njëjtën kohë është njohur me masat e sigurisë detyrim paraqitje dhe pezullim nga detyra, pasi akuzohet për shkelje të barazisë në tendera. Myzyra ju paraqit të hënën në SPAK ku njoftua se është marri pandehur për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera apo të ankanteve publike. Ai shoqërohej nga avokati i mbrojtës Ermir Beta dhe akuzohet se ka abuzuar me detyrën lidhur me tenderin e mirëmbajtjes së aksit rrugor Rrshen Shpal në vitin 2020 me një vlerë prej rreth 2.2 milion euro. Nga hetimet e prokurisë së posaçme ka rezultuar se shqyrtimi i procedurës nga ana e autoritetit kontraktor ka pasur palishmëri të cilat Komisioni i Prokurimit Publik nuk i ka marrë në konsiderat. SPAK thot se ky komision, në kundërshtim me ligjin, ka favorizuar bashkimin e operatorëve ekonomik, AEK Munella dhe Drini 1, ku pas veprimeve hetimore, ka rezultuar se kanë paraqitur dokumenta të falsifikuara. Ndërkohë për abuzimin me tendere, SPAK akuzon edhe 10 shtetas të tjerë, 3 prej të cilëve, për akuzën e falsifikimit të dokumentave. Prokuroria e Korçës përfundoi hetimet dhe dërgoi për gjykim 2 zyrtar të Bashkisë së Korçës me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Nga hetimet e prokurorisë ka rezultuar se Zhaneta Lubonja, drejtore e Drejtorisë së Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit të Bashkisë Korçë dhe Ermal Gjermeni, përgjegjës i sektorit pranë të njëjtës drejtori, kanë favorizuar ndërtuesit me taksën e ndikimit në infrastrukturë. Të 2 zyrtarët kanë favorizuar subjekte ndërtuese më 18 raste, ku taksa 8% për ndërtim me qëllim shitje është reduktuar pa drejtësisht në 3 ose 4%, duke shkaktuar dëm ekonomik Bashkisë së Korçës. Ka nisur ditën e sotme rinumërimi i votave për qarkun e Fierit. Deri në këtë moment janë hapur 100 kutice para për të rinumëruar. Ne do të jemi në këtë moment me kolegun Andon Kello për të parë se si ka lëvizur rezultati i votave për subjekte politike, por edhe kandidatët. Andon, të përshëndes, në 100 kutit e para, çfarë ndryshimesh kemi në Fier?
Janë 101 kutit e para të rinumëruara deri më tani, të cilat I përkasin Bashkisë Lushnjës, e para e hapur për këtë rinumërim në nivel qarku dhe e cila është drejt përfundimit. Pas ditën e sotshme do të mësojmë rezultatet e para për Lushnjën, po deri më tani nga 26.690 vota të rinumëruara ka rezultuar vetëm një vot më shumë e gjetur në kuti në raport me proces verbale, të cilat tashmë është regjistruar si vot. Janë rritur votat e pavlefshme, kemi 30 vota më shumë të pavlefshme dhe është ulur numri I votave të vlefshme. Kemi rreth 29 vota më pak të vlefshme. Dhe si ka ndikuar këto tek rezultatet, Partia Demokratike del subjekti politik të cilit janë shtuar më shumë vota padrejtësisht në zgjedhjet e 11 maj dhe gjatë numërimit fillestar, 22 vota, të cilat do I humbi me këtë rinumërim. Partia Socialiste do të humbasi 6 vota nga ky rinumërim, ndërsa koalicioni Nisma Shqipëria B do të humbasi 3 vota. Në fakt është kjo e fundit e cila synon mandatin e 12 Partisë Socialiste në qarkun e Fierit. I duen 518 vota për të rikuperuar, por deri më tani ka rikuperuar vetëm 3 vota në raport me Partinë Socialiste dhe duket mision I pamundur, le ta themi, marrja e mandatit të koalicionit Nisma Shqipëria B me këtë trend. Megjithatë, edhe aty ku ka garë në listën e Partisë Socialiste, Zegjine Caushi deri më tani është duke humbur vetëm një vot nga rinumërimi, ndërsa kolegja e saj socialiste Maldrita Bardo po humb 22 vota. Pra tashmë diferenca mes dy kandidateve është thelluar dhe Zegjine Caushi po siguron mandatin e saj në qarkun e Fierit, po ashtu edhe Ramion Kurti po fiton 2 vota, ndërsa kolegu I tij socialist Dimitër Kruti po humb 4 vota, duke zgjeruar edhe më tej diferencën e cila gjatë numërimit fillestar ka qenë 219 vota. Këto janë rezultatet deri tanishme të qarkut të Fierit, asnjë ndryshim si te subjektet politike ashtu dhe te kandidatët. Shifrat janë minimale, më tepër minimale se sa qarku I Tiranës. Qarku I Tiranës është qarku më I madh dhe me më shumë vota, por edhe qarku I Fierit është I dyti më I madh në Shqipëri pas Tiranës, por me këtë trend duket se nuk do të ketë ndryshime mandatesh, qoftë tek subjektet politike, qoftë edhe tek kandidatët brenda listave. Mirë, Andon, faleminderit për raportimin. Vijojmë tej në Shkup, po mbahet nesër samiti I Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor. Liderët e Brukselit dhe ata të vendeve të rajonit ton do të diskutojnë për planin e rritjes. Në fokus do të jenë edhe reformat e arritura nga vendet aspirante për integrimin në Bashkimin Evropian. Liderët e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, Serbisë dhe Bosnjë e Hercegovinës mblidhen pas ditën e kësaj të hënë në Shkup në takimin e radhës mes Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Samiti I cili do të drejtohet nga komisionerja për zgjerimin Marta Koz dhe kryeministri I Maqedonisë së Veriut, Kristian Mickovci, në cilësinë e vendit pritës, do të nisë të martë në orën 9:30 me 2 panele kryesore, plani I rritjes dhe rruga drejt tregut të përbashkët të Bashkimit Evropian, që do të përshpejtonte integrimin ekonomik të Ballkanit Perëndimor. Në këtë samit, Shqipëria përfaqësohet nga kryeministri Edi Rama. Gjatë takimit, pritet që Komisioni Evropian të propozojë një paketë të investimeve në vlerë prej 87.7 milion eurosh nën kornizën ekzistuese të investimeve në Ballkanin Perëndimor, e cila pritet të tërheqë thuajse gjysmë miliard euro në investime private për projekte të energjisë së pastër në mbar rajonin. Nga plani I rritjes prej 6 miliard eurosh të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, përveç Kosovës dhe Bosnjë e Hercegovinës, kanë marrë fondet e para të parafinancimit. Shqipëria përfiton në total 922 milion euro. Në 2026 vendi ynë pritet të marrë dhe shumën më të lartë në kredi dhe grante, konkretisht 314 milion euro, ndërsa në 2027 251 milion euro. Këto fonde shërbejnë për të përshpejtuar integrimin e vendit tonë në familjen europiane. Komisionerja Marta Kos rikonfirmoi një ditë më parë se Shqipëria do të çelë të gjithë grup kapitujt deri në fund të muajit shtator, edhe pas mbështetjes publike që integrimi në Bashkimin Evropian ka marrë nga qytetarët.
Deri më tani janë hapur negociatat për 4 nga 6 grup kapitujt, teksa ka mbetur agjenda e gjelbërt dhe ndërlidhja e qëndrueshme, si dhe bujqësia dhe kohezioni. Ambicia e qeverisë shqiptare është që grup kapitujt të mbyllen brenda 2027-s, ndërsa nga Brukseli ka sinjale për antarësim më herët se 2030-a. Jemi rikthyer në studio, vijoj me lajmet. Zjarri që shpërtheu dje në tregun e plazhit të Durrësit mund të ketë pasur si pasojë e një shkëndije elektrike. Rreth 30 tregtar kanë pasur dëme të konsiderueshme pas shkëmbimit total të mallrave të tyre. Një ditë pas flakëve që shkrumbuan gjithçka, bashkia po pastron hapësirën ku deri dje ishte tregu privat në plazhin e Durrësit. Dëmet materiale janë të shumta. Zjarri së dielës ju shkrumboi mallin mbi 30 tregtarëve të vegjël. Autoritetet po përllogarisin vlerën e dëmit, ndërkohë që po hetojnë për shkaqet e zjarrit. Ata dyshojnë se zjarri mund të ketë rënë për shkak të një shkëndije elektrike, ndërkohë që një ditë më parë prefekti i Qarkut tha se ky treg nuk përmbush asnjë prej kushteve të sigurimit teknik. Dyqanet e improvizuara brenda tregut me strukturë druri dhe çatike tramaje dhe raj fort që përfshiu Durrësin pas ditën e të dielës ndihmuan në përhapjen e shpejtë të flakëve. Për shuarjen e zjarrit u angazhuan zjarfikës nga Durrësi, Kavaja dhe Shijaku, të cilët arritën të shuajnë flakët rreth një orë pas rënies së tyre. Por me gjithë ndërhyrjen e shpejtë e efektive zjarfikës, nuk u arrit të shpëtohej thuajse asgjë. Kjo nuk është hera e parë që ky treg privat në plazhin e Durrësit përfshihet nga zjarri. Flakët kanë rënë në këtë hapësirë dhe vite të shkuara. Nga zjarri i dieshëm në disa fshatra të Vlorës u dogjën rreth 30 hektar tokë, por edhe rrënjë ullinj. Flakët janë shuar në mesnat pas një pune disa orëshe nga toka dhe ajri me helikopter. Sot, pas qetësimit të situatës, ka nisur verifikimi dëmeve dhe hetimi për shkakun e zjarrit. Rreth 30 hektar tokë me bimësi, shkure si edhe 600 rrënjullinj janë ndjegur nga zjarri që përfshiu të dielën fshatin Hoshtim të Vlorës, por edhe zonën e fshatrave Kërkov dhe Bestrov. Ky është bilanci paraprak i konfirmuar nga kreu i emergjencave civile në bashkinë e Vlorës. Të fjalë për rreth 30 hektar pyll i djegur, me përbërës e taj me shkure, fjerë dhe pemë të tjera të egra, ndërsa janë rreth 600 rrënjullinj të djegur për momentin. Sipas tij, falë ndërhyrjes së koordinuar të gjitha strukturave, zjarri është vënë në kontroll dhe është shuar plotësisht. Rrezikoheshin disa shtëpi si në Hoshtim, ashtu dhe në pjesën e Kërkovës, por prezenca e mjeteve zjarfikse, të cilat të gjithë mjetet e Vlorës, të mbështetura dhe nga mjetet zjarfikse të ardhura nga Fieri, nga Imara, nga Berati, si dhe forcat e ushtrisë të ardhura nga Elbasani, bën të mundur që mos të rrezikoheshin shtëpitë. Flakët shpërthyen fillimisht në fshatin Hoshtim, ndërsa për shkak të erës së fortë dhe terrenit të vështirë, ato u përhapën me shpejtësi drejt fshatrave Kërkov dhe Bestrov. Ndërhyrja u krye si nga toka me forca zjarfikse dhe mjeta rrethanore, ashtu edhe nga ajri, duke parandaluar përhapjen e mëtejshme të flakëve drejt zonave të banuara. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve që të tregojnë kujdes maksimal dhe të raportojnë çdo vatër zjarri në fazat e para për të shmangur situata të rrezikshme. 26 vatra zjarri ka pasur në të gjithë territorin e vendit në 24 orët e fundit. Ministria e Mbrojtjes raporton se të gjitha janë shuar, ndërsa situata mbetet e rrezikuar në 5 qarqe ku temperaturat po shënojnë vlera shumë të larta. Në 10 qarqe në vend, gjatë 24 orëve të fundit u raportuan 26 vatra zjarri në Vlorë, Gjirokastër, Lezhë, Shkodër, Dibër, Korçë, Tiranë, Kukës, Durrës dhe Berat. Pas punës së 449 forcave operacionale me 64 automjete zjarfikës, 14 efektiv nga forcat armatosura dhe një helikopteri Cougar, vatrat e zjarrit u shuan të gjitha. Flakët përfshin kryesisht sipërfaqe me bimësi dhe dogjën rreth 56 hektar me pemë, shkure e barishte. Në 2 raste zjarret janë evidentuar në një biznes dhe tjetri në banes. Dëmet e shkaktuara sipas Ministrisë së Mbrojtjes ishin vetëm materiale. Në bashkinë e Durrësit, zjarri i rënë në një treg industrial shkaktoi dëm të konsiderueshëm. Një tjetër vatër u evidentua në 2 puse nafte në fshatin Kozar të Kuçovës. Pas ndërhyrjes së zjarfikësve të bashkisë së Kozarës dhe Beratit, flakët u neutralizuan.
por ato dëmtuan 2 elektromotor të 2 puseve të naftës. Shkak për rënjen e zjarrit, sipas Ministrisë së Mbrojtjes, është bërë këputja e telave të tensionit të ulët. Të hënën, Instituti i Gjeoshkencave parashikon nivel të lartë rreziku për zjarr në qarqet Lezhë, Durrës, Tiranë, Berat dhe Fier, ndërsa në qarqet e tjera rreziku sipas autoriteteve parashikohet i moderuar. Izmiri dhe disa provinca të tjera të Turqisë janë përfshirë nga zjarret, mbi 500 banor janë evakuar nga banesat e tyre në 2 ditët e fundit. 17 persona janë vënë në pranga për zjarrvënje të qëllimshme. Forcat zjarrfikse në Turqi janë angazhuar intensivisht në 24 orët e fundit për të përballuar 10 vatra zjarri në provincat Izmir, Denizli, Aydin dhe Manisa. Një nga zjarret më të rrezikshme shpërtheu në kufijt mes rajoneve Menderes dhe Sefehirisa në Izmir, duke u përhapur me shpejtësi në zonat e banuara. Autoritetet kanë evakuuar të paktën 10 vendbanime me mbi 550 banor, shumica prej tyre në zonën e Seferisarit. Rasti më i vështirë nga ekipet e emergjencave civile u konsiderua shpëtimi i një burrit moshuar që ishte në karrige me rrota. Zjarri ishte aq i fuqishëm sa u pa edhe nga ishujt grek. Fluturimet në aeroportin Adnan Menderes u pezulluan përkohësisht. Mbi 1000 trupa zjarrfikës, 6 helikopterë dhe 46 automjete u përfshin në operacionin e shpëtimit dhe shuarjes flakëve. Sipas ministrit të drejtësisë, në kuadër të hetimit të nisur nga prokuroria e Izmirit për zjarrin në këtë vend, është arrestuar një person i dyshuar për zjarrvënje të qëllimshme me benzinë. Në total 17 persona janë arrestuar në disa provinca të Turqisë përgjatë periudhës 26-28 qershor në lidhje me zjarrvënien në Pyje. Vetëm ditën e diel në Turqi u regjistruan 77 zjarre, 53 prej tyre në Pyje, ndërsa brenda një muaji janë shuar 1459 vatra zjarri. Në Seferisar janë shkëtruar disa banesa, ndërkohë që zjarri vijon prej gati 24 orësh pa u vënë në kontroll. Erat e fuqishme që kanë arritur deri në 140 km/h kanë penguar ndërhyrjen ajrore, por autoritetet shpresojnë që kushtet përmirësohen për të angazhuar më shumë avion dhe helikopter. Ministri i Pyjeve dhe Bujqësisë deklaroi se vendi po përballet aktualisht me 9 vatra zjarri të mëdha, ku 3 vatra janë aktualisht jashtë kontrollit. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një person qelloi me armë 2 zjarrfikës duke lënë të vdekur sapo ata mbërritën për të shuar flakët në një zonë pyjore pranë shtëpisë së tij. Autoritetet thanë se sulmi ishte një prit nga pronari që dyshohet se i vuri zjarrin tokës. 2 forca zjarrfikse mbetën të vrarë dhe një tjetër u plagos rënd të dielën në Idaho të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi u qelluan gjatë një sulmi të armatosur teksa po punonin për shuarjen e një zjarri pyjor në zonën malore të Canfield Mountain, pranë qytetit Coeur d'Alene. Zyrtarët nga zyra e sherifit të qarkut Kutain konfirmuan se sulmi ishte një prit e plot, ku zjarrfikësit u qelluan menjëherë pas mbërritjes në vendin e ngjarjes dhe nuk e dinin se nga po vinin të shtënat. Autoritetet thonë se agresori, i cili përdori një sniper, e kishte ndezur zjarrin qëllimisht për të tërhequr forcat zjarrfikse në kurth. Sherifi i zonës tha se zjarrfikësit, të cilët shkuan në zonë për të shuar flakët, nuk patën asnjë shans që të mbietonin dhe të vetëmbroheshin. Zjarrfiksi i tretë i plagosur operua dhe është në gjendje të qëndrueshme, por mbetet në rrezik për jetën. Policia u përball me një shkëmbim zjarri me agresorin, i cili më pas u gjeti vdekur, por nuk është ende e qartë nëse u qellua nga forcat e sigurisë apo kreu vetvrasje. Trupi i tij u lokalizua me ndihmën e të dhënave të vendodhjes nga telefoni i tij celular dhe u nxorr nga vendngjarja nga një njësi speciale e emergjencave, ndërsa flakët po përhapeshin me shpejtësi. Më shumë se 300 efektiv policie nga nivele të ndryshme, përfshirë agent federal dhe helikopter me sniper, morën pjesë në operacionin e ndërlikuar. Zyrtarët nuk dhanë ende informacione mbi identitetin e sulmuesit apo motivin e tij, duke thënë se hetimet janë në fazë fillestare dhe pritet të zbulohen edhe armë të tjera në vendngjarje. Guvernatori i Idaho, Brad Little, e dënoi sulmin si një sulm të neveritshëm ndaj zjarrfikësve tan të guximshëm dhe u kërkoi qytetarëve të luteshin për viktimat dhe familjet e tyre. Incidenti i rronditës ndodhi në një zonë të pyllëzuar të frekuentuar nga alpinistë, rreth 420 km në lindje të Seattle. Pamjet nga vendi i ngjarjes treguan tym të dendur mbi kodrat, ndërsa ambulanca dhe automjete të shumta të emergjencës u pan duke u drejtuar drejt spitalit më të afërt. Sulmi rikthe në qendër të vëmendjes çështjen e dhunës me armë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vetëm në vitin 2023, sipas qendrës së kontrollit dhe parandalimin e sëmundjeve, 17.927 persona u vranë me armë zjarri në vend. Shumë vendet e Europës janë në valën e të nxehtit ekstreme temperaturave që kanë arritur deri në 45 gradë Celsius. Në disa shtete është shpallur alarmi kuq, ndërsa zjarret po djegin pyje në shumë vende europiane. Në Barcelonë, një grua humbi jetën pas goditjes nga dielli, ndërsa është raportuar shtimi i emergjencave shëndetësore nga i nxehti në shumë qytete të Portugalisë, Spanjës, Francës, Greqisë dhe Italisë.
Një valet të nxehtit ekstrem ka përfshirë këtë fund qershori pjesën më të madhe të Europës jugore, duke shkaktuar zjarre të mëdha, evakuime masive dhe ndërprerje të fluturimeve, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se situata mund të përkeqësohet në ditët në vijim. Në Spanjë, temperaturat në jug të këtij vendi arritën deri në 46 gradë Celsius fundjavën që sapo lan pas, me këtë muaj që pritet të jetë qershori më i nxehtë regjistruar ndonjëherë. Një grua humbi jetën në Barcelonë pas përfundimit të turnit të saj si punonjëse mirëmbajtjes së qytetit, ndërsa autoritetet po hetojnë nëse shkaku ishte goditja nga i nxehti. Portugalia ka vendosur alarmet kuqe për pjesën më të madhe të territorit dhe ka bërë thirrje që qytetarët të mos dalin nga shtëpitë gjatë orëve më të nxehta. Raste të shumta të djegjeve dhe goditjeve nga dielli janë raportuar nga autoritetet shëndetësore. Në Itali, 21 qytete përfshirë Romën, Napolin, Milanon dhe Venetikun janë në alarm të kuq për shkak të nxehtit ekstrem. Autoritetet raportojnë një rritje të ndjeshme të rasteve të goditjes nga dielli, veçanërisht tek të moshuarit dhe tek personat e pastre. Në Francë, temperaturat kanë kapur mbi 40 gradë Celsius në jug perëndim dhe janë shoqëruar me zjarre pyjore në rajonin Kobie, ku evakua një kamp pushuesish dhe një manastir. 84 nga 101 rajone janë vendosur në alarm portokalli nga shërbimi meteorologjik. Greqia ka nisur këtë vit përballjen e saj me zjarret shkatruese. Rasti më i rënd deri më tani ishte në ishullin Kios, ku u dogjën mbi 10.000 hektar tokë. Termometri në shtetin fqin ka shënuar përgjegjë qershorit vlerën maksimale 43 gradë Celsius. Shërbimet emergjente në të gjithë kontinentin janë vënë në gatishmëri të lartë, ndërsa ekspertët paralajmërojnë se valet e të nxehtit të përkeqësuara nga ndryshimet klimatike do të bëhen gjithnjë më të shpeshta dhe të rrezikshme. Edhe këtë verë, zonat turistike në vendin tonë do të monitorohen nga patrullat të përbashkëta policie të Shqipërisë dhe Kosovës. Marrëveshja në nënshkruar mes dy palëve synon menaxhimin sa më të mirë të turistëve, kur shtetasit nga Kosova janë të shumtë. Duke nisur nga data 1 korrik, rrugët e Shqipërisë do të patrullohen edhe nga policia e Kosovës. Të hënën drejtuesi policisë së shtetit Ilir Proda, bashkë me homologun e tij Gazment Hoxha, firmoson memorandumin për shërbimet e përbashkëta të policisë rrugore. Ky bashkëpunim pritet të zgjas deri në muajin shtator me mbylljen e sezonit veror 2025. ABC News mëson se policia e Kosovës bashkë me ato shqiptare në fokus të këtij bashkëpunimi do të kenë parandalimin e shkeljeve dhe aksidenteve rrugore, menaxhimin e trafikut, si dhe parandalimin e ngjarjeve kriminale. Pozicionimi i policëve të Kosovës kryesisht do të jetë në rrugën e Kombit, në aksin rrugor që lidh Milotin me Lezhën, në plazhet kryesore të veriut si Shëngjini, plazhi Tales, Rana e Hedhme, si dhe Velipoja. Kolonel Hoxha u shpreh se efektivët e policisë së Kosovës do të angazhohen maksimalisht për të përmbushur objektivat e këtij memorandumi. Tirana, Vlora dhe Korça janë tre qytetet më të vizituara nga shqiptarët vitin e kaluar. Sipas Instat, këto ishin tre destinacionet më të frekuentuara për pushime në 2024, ndërsa muajt me fluksin më të lartë të udhëtimeve janë korriku, gushti dhe dhjetori. Ndërsa jashtë vendit, vitin e shkuar, shqiptarët kanë udhëtuar më shumë për pushime drejt Italisë dhe Greqisë. Kryeqyteti renditet destinacioni kryesor për udhëtimet apo pushimet për qytetarët shqiptar. Instat ka publikuar anketën e udhëtimeve dhe të pushimeve për qytetarët shqiptar brenda vendit gjatë vitit 2024, ku vërehet se qytetarët brenda vendit kanë udhëtuar më shumë gjatë vitit të kaluar. Në vitin 2024, numri i udhëtimeve për qëllime personale apo biznesi brenda apo jashtë Shqipërisë të kryera nga individët banues në Shqipëri të moshës mbi 15 vjeç rezulton se ishte 4.4 milion në total. Tirana ka regjistruar numrin më të lartë të vizitorëve nga qytetet të tjera të vendit. Sipas Instat, në vitin 2024, destinacionet më të preferuara për të vizituar për qëllime personale në Shqipëri janë Qarqe Tiranë me mbi 15%, Vlora mbi 12%, ndjekur më pas nga Korça e Durrësi. Ndërkohë, si destinacionet të huaja, rezultojnë se janë kryesisht vendet fqinje ku edhe numri i emigrantëve shqiptar është më i lartë. Sipas Instat, shqiptarët kanë preferuar më shumë Italinë, Greqinë dhe Gjermaninë, të ndjekura nga Anglia e Franca. Udhëtimet brenda dhe jashtë vendit shqiptarët i realizojnë në pjesën më të madhe gjatë muajit gusht, por nuk mbetet pas edhe periudha e fundit të vitit, ndjekur nga muaji korrik.
Anketa pushime dhe udhëtime për vitin 2024 mbledh të dhëna mbi udhëtimet me të paktën një natë fjetje për pushime, udhëtime pune apo udhëtime të tjera, si brenda dhe jashtë vendit për qytetarët shqiptar. Ishte gjithçka e përgatitur edhe për Newshour, për më tepër njoftoj të klikoni në webin tonë abc.news.al për të tjera zhvillime në radio, gjithashtu ju mund të na ndiqni edhe në frekuencat 105 FM. Në orën 16 do të jeni me Faqa 4, qëndroni me ABC.